Në shumicën ndërmuese të shkollave të Kosovës, u mbajt greva një ditore me kërkesën për zbatimin e kontratës kolektive. Në shkollën fillore Faje Konica në kryeqytet nuk u puan as mësimdhënësit e as nxënësit. Edhe gjimnazi Sami Frasha në Prishini ishte bashkuar grevës. Kryetari i sindikatës të këtij gjimnazi, Ismet Rama, tha se greva është imponuar për shkak të mosplotësimit të kërkesës së mësimdhënësve. Fillimisht kontratave që ka qenë në shkullë dim gjithë mirë, po taneve që po shifet se nuk mund të realizohet, edhe kemi marrë këtë vendimin për me bon një grevë një ditëshe, edhe besoj që Ministri i Arsimit së bashku edhe zyrtarët e Ministrisë kanë me gjetë një marrëveshje në mënyrë që mësimi të zhvillohet normalisht. Mirë, po në disa shkollat të Prishtinës nuk ishte grevë. Në shkollat Hasan Prishtina, Ismail Qemali, Elena Gjika dhe në disa shkollat të tjera. Drejtori i shkollës fillore Elena Gjika, Osman Vitia, tha se pajtohet me kërkesat e sindikatës, por konsideron se nuk është arsyeshme të mos mbahet mësimi. Konsiderojmë se bojkoti i mësimit nuk është formë më e përshtatshme për realizimin e kërkesave tona. Dhe si kërkesa i mbështesim, i përkrahim kërkesat e së bashkut, po jo edhe ultimatumet dhe hapi më drastik të më ashtu ndërprerja e mësimit. E drejtë elementare e fëmijët është që të shkojnë në shkollë. Greva në shkollat në Kosovë ka filluar në orën 8 dhe ka përfunduar në orën 12.